Përshëndetje. Kam dëgjuar mjaft histori gjatë gjithë këtyre viteve që punoj dhe bëj këtë punë dhe disa histori më kanë lënë të çuditur dhe me qetësinë me të cilën e kanë përjetuar ata dhimbjen, të tjera me mënyrën se si mbajtën zi për një marrëdhënie që as nuk ishte vdekur dhe vazhdonte të dukej si e vdekur. Por ndër të tjera, një temë që rikthehet është bashkëjetesa me prindrit e djalit. Një temë aq e zakonshme në shoqërinë tonë, sa thuajse nuk pyet nëse është e shëndetshme, por vetëm nëse po shkon mirë apo jo. Shumë vajza, të themi nuse të reja, më vijnë të lodhura. Jo gjithmonë me lot, por afër lotëve të tyre mezi i mbajnë në heshtje dhe i fusin nën lëkurën e tyre. Dhe shpesh më thonë një fjali që përsëritet në mënyrë pothuajse identike. Unë nuk ndihem nuse e shtëpisë. E vërteta është kjo. Në shumë familje shqiptare, gruaja e re nuk martohet me burrin, martohet me gjithë familjen e tij, me gjithë shtëpinë e tij, madje edhe me fisin. Dhe shpesh ajo shtëpi ka një sistem që funksionon prej vitesh. Dhe nëna, që janë mësuar të mbajnë një rol qendror, me baballar që heshtin, por vëzhgojnë, dhe me djem që nuk janë shkëputur ende emocionalisht nga familja e origjinës. Kur hyn një vajzë aty, ajo është e reja, të themi, dhe jo në kuptimin e bukurisë, por në kuptimin që do të mësohet, do të përshtatet dhe do të rrijë aty. E kështu fillojnë grindjet e heshtura. Si fillim, jo me britma, por me sy, me ndonjë ndihmës, që në fakt është kontroll, me pyetje që në fakt janë kritika të kamufluara. Kështu fillon. Pra, në këtë mënyrë fillojnë. Kam parë shumë gra që nisin me entuziazëm atë jetë ose atë bashkëtesë me prindrit e burrit, jo më vete, po flas për këto raste, dhe pastaj përfundojnë në faj, sepse nuk e gjejnë dot vendin e tyre në një shtëpi që nuk është projektuar për t'i lënë vend asaj. A është gjithmonë faj vjerës? Jo, por as i nuses. Në këtë trekëndsh emocional nën bir dhe gruaja e djalit, shpesh krijohet një lloj loje heshtur pushteti. Nëna mendon, unë e Rita, nuk do ma heqin tani, në këtë moshë. Gruaja, pra nusja e re, mendon, unë kam burrin tim, por kam ardhur për të krijuar familjen time, jo për të qenë pjesë e një familje tjetër që s'më lë të marr frymë. Ndërsa djali shpesh hesht. Dhe kjo heshtje është një plagë më vete. Ai nuk merr asnjë han, sepse nuk ka mësuar të marrë përgjegjësi emocionale. Shpesh është rritur me idenë që nëna ka gjithmonë të drejtë dhe se gruaja duhet ta kuptojë që kështu janë gjërat këtu tek ne. Kështu burri ka ligjet e tij. Kështu që unë shoh burra që ende janë fëmijë pavarësisht me kartë identiteti, që shënon mbi 18 vjeç, pra që ndihen pa identitet, dhe nëna që nuk e kanë kuptuar se dashuria e djalit nuk duhet të thotë kontroll mbi jetën e tij. Por një pyetje shtrohet në këtë rast. Po preardhja familjare, çfarë roli luan në këtë mes? Luan një rol të madh. Kur vjen një vajzë nga një familje, nga një shtëpi që ka pasur më shumë liri, ku gjërat ndaheshin në bisede mirëkuptim, ajo e ka shumë të vështirë të ambientohet në këtë mjedis ku gjithçka përcaktohet si është bërë gjithmonë. Ajo e ndjen veten të ngushtuar, të mbyllur, të vëzhguar, të papërfyllur. Në një kohë, një familje që është rritur me ndjeshmëri tradicionale, e sheh vajzën e re si pak ndryshe kjo, si kokë fort, jo shumë shtëpijake, madje edhe e ftohtë. Kështu që dy kultura përplasen në një çati dhe asnjëra se di si të bashkëjetoj me tjetrën pa ndërprerë kërcënimin dhe mosmiratimin. Po çfarë ndodh më pas? Nusja e re fillon të mbyllet, të qaj, të mos komunikoj.
fillon të zgjedh heshtjen në vend të komunikimit. Dhe heshtja, për ironi, interpretohet si mungesë respekti, si tërheqje dhe si përtesë. Pastaj vijnë debatet, shpërtimet e vogla, qëndrimet e ngrira, dhe shpesh ato vijnë në zyrat e psikologëve dhe na thonë: nuk rri dot më, dua të largohem, por më trembin fjalët e njerëzve, çfarë do të thonë po ika, a do duket sikur unë nuk e dua burrin tim. Në këto raste, ajo që më ngelet është t'i them: po vetja jote, çfarë thot? A e do këtë version të jetës që po jeton? A ja del ti të mbijetosh pa e humbur veten në këto situata? Të jetosh me prindrit e burrit nuk është e keqe në vetvete, por bëhet e dëmshme kur kufit nuk ekzistojnë, kur familja nuk e kupton se çifti ka nevojë për hapësirë, për vendime të vetat, për gabime dhe rregullime, pa ndërhyrjen e të tjerëve. Kam parë nëna që kanë ditur me shumë zgjuarsi të rriqen, që kanë thënë: unë i kam rritur fëmijët e mi, tani është radha e tyre. Dhe ajo shtëpi është bërë e gjallë, e ngrohtë dhe e shëndetshme. Por kam parë dhe të tjera që nuk kanë lëshuar as tavolinën ku do të ulet nusja. Dhe më pas, gjithçka është kthyer në betejë. Si psikolog nuk i jap kurrë përgjigje absolute kur më pyesin çfarë të bëj, por i nxis të shohin veten pa faj. Nëse një grua ndjen se po shuhet, po venitet, se po zvogëlohet, se po humbet personalitetin, kjo është një shenjë që po jeton në një sistem të padrejt emocionalisht. Nëse partneri nuk e mbështet, nuk vendos kufi me prindrit, nuk vë bashkëshorte në vendin që i takon, nuk është njeri i keq, por është një njeri i papjekur emocionalisht. Zgjedhja nuk është gjithmonë ndarja, por është gjithmonë ndryshimi, qoftë përmes një bisede të sinqertë, qoftë përmes vendimeve të guximshme, qoftë përmes shkëputjeve fizike. Sepse në fund të ditës, askush nuk do të flejë çdo natë në një shtëpi ku ndihet si e ftuar, e gjykuar dhe e padukshme. Nëse je grua dhe po jeton këtë realitet, nuk je vetëm ajo. Nuk je fajtore, nuk je pahaft, je thjesht një njeri që po përpiqesh të jetosh në një sistem që s'ka lënë kur hapësirën që të takon. Dhe nëse je burr dhe po shikon këtë video, kujto se nuk je më djalë. Tani je burr dhe një burr duhet të ndërtojë një shtëpi për gruan e tij, jo një burg që mban emrin shtëpia e prindërve të mi. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jep her pas here. E deri në videon tjetër, mirë takofshi.